أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Falënderimi I takon Allahut, Zotit të botëve, Atij që na e dha jetën, na e dha besimin, na e dha mundësinë të agjërojmë Ramazanin dhe të arrijmë sot në ditën e gëzimit. Paqja dhe bekimi I Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e drejtë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër e motra, sot është ditë gëzimi, por është edhe ditë kujtese. Sot nuk festojmë vetëm se mbaroi një muaj urie e etje, sot festojmë se kaluam një muaj edukimi. Ramazani na mësoi të themi jo dëshirave të qastit, që të mund t'i themi po urdhrit të Allahut. Tema e sotme është e thjesht, por e thellë, sakrifica në rrugën e Zotit. Sakrifica që s'të ul, por të ngrej, që s'të zbraz, por të mbush, që nuk të varfron, por të pasuron me kuptim. Sepse agjërimi na u obligua, na u bë obligim pikërisht që të rritemi në druajtje dhe në vetë përmbajtje. Vëllezër e motra, Allahu ka vendosur një rregull në krijim. Ngritja e çdo njeriu, e çdo familjeje dhe e çdo shoqërie kërkon sakrifica. S'ka sukses pa lodhje, s'ka dinjitet pa durim, s'ka përparim pa heqje dorë. Këtë e shohim në punët e kësaj bote, por edhe më shumë në punët e besimit, në punët e fesë. Pra njeriu nuk arrin më lart pa lënë diçka poshtë. Por sakrifica ka edhe një kusht. Zemra duhet jetë e lirë nga ngurimi. Ka njerëz që e duan rezultatin, por friksohen. Friksohen nga çmimi, nga lodhja. E duan nderin, por jo punën. E duan suksesin, por jo djersën. E duan shpërblimin, por jo rrugën. Dhe kur në zemrat futet përtatësia dhe kur futet justifikimi, atëherë njeriu mbetet në vend. Pastaj shpresat shndrohen në zhgënjim, ëndrat në pluhur, dëshirat në fjalë boshe. Dhe njeriu bëhet sikur ecën, por në të vërtetë rrotullohet vetëm rreth vetës. Shikoni si funksionon ky ligj edhe në natyrë, në bukën tonë të përditshme. Mendoni për një kokër gruri, që të dalë buka në sofrën tonë, ajo kokër duhet së pari të humbet në tokë. Bujku e hedh, e mbulon me dhe, e lë të tretët, dhe pikërisht aty nga ajo që duket sikur u shua, Allahu nxjerr jetë dhe bereqet. Pastaj vijojnë shiu, dielli, djersa e bujkut, korja, mulliri, brumi e furra, sa rrugë derisa të vi në një kafshat. Dhe në fund, ajo kafshat shkon në furrën që secili prej nesh e mban brenda, pra në stomakun ton. Buka zhduket në ne, jo që të humbas, por që të bëhet forcë. Forcë për të ecur, për të punuar, për të rritur fëmijët, për të falur namaz, për të bërë mirësi. E tani le ta shohim veten. Edhe për ne janë sakrifikuar mira gjëra. Uji që rjedh, toka që jep, dielli që ngro, prindi që punon, nëna që rri zgjuar, mësuesi që shpjegon,
mjeku që shëron. Pra, nëse ne duam të jemi të mëdhenj në shpirt, duhet të mësojmë edhe ne të japim, jo thjesht të marrim. Por pastaj vjen një e vërtet edhe më e madhe. Edhe njeriu, sado i dashur, sado i ditur, sado me emër e me pasuri, një ditë do të largohet nga kjo botë. Pra, për të cilin u sakrifikua gjithë kjo, edhe ai u largua ka. Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen, thot Kurani i Shenjtë. Edhe më fisnikët, edhe më të zgjedhurit, edhe pejgamberët, të gjithë e kanë kaluar këtë derë. Allahu i tha vetë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam: ti do të vdesësh, edhe ata do të vdesin. Prandaj pyetja s'është a do të vdesim, pyetja është ku po e shpenzojmë jetën para se të vi fundi. Sepse vdekja është e sigurt, por e bekuar është ajo jetë dhe ai përfundim që shpenzohet për kënaqësinë e Allahut, për të drejtën, për mirësinë, për të vërtetën. Kjo është arsyeja pse sot në Fitr Bajram nuk duhet të na gëzojë vetëm rroba e re, vetëm tryeza e mbushur apo një fotografi e bukur. Duhet të na gëzojë fakti që zemra jonë është stërvitur një muaj të tërë për të ngritur mbi dëshirën. Duhet të na gëzojë fakti që kemi mësuar të ndjejmë të uriturin, të kuptojmë të varfrin, të kontrollojmë gjuhën, të kontrollojmë dorën, të kontrollojmë syrin dhe zemrën. Dhe këtu vjen ajo thirrje e fortë e ndërgjegjes, mjerim për atë jetë që u shpenzua, por jo për të drejtën dhe të vërtetën. Mjerim për atë pasuri që u shpenzua, por jo për kënaqësinë e Allahut. Pra, koha, pasuria dhe jeta, nëse s'lidhen me qëllim të lartë, sado të mëdha të duken, mbesin të zbrazta. Hazret Kalifi i dytë i Xhamatit Musliman Ahmedia, në një hutbë të tij të Bajramit, duke na dhënë pikërisht këta shembuj që siç po ju paraqes, na e shpjegon temën e sakrificës. Thot, le ta bëjmë më të prekshme me një shembull që e kupton çdo zemër. Fruti në pemë, një moll ose një dardh, një rush mund të rri edhe disa ditë më gjatë në deg. Mund të duket e bukur, e shëndritshme, por nëse nuk e merr askush, nëse nuk e gëzon njëri, ajo bie, prishet dhe bëhet dhe. A është më e vlefshme ajo moll që u kalb pa u përdorur, apo ajo që e ha njeriu dhe ajo bëhet pjesë e fuqisë së tij për të punuar, për të shërbyer familjes dhe për të shërbyer shoqërisë dhe për besimtarin, për të shërbyer Zotit. Edhe jeta është si ky flut. Ajo ose bëhet dobi, ose bëhet humbje. Ose bëhet dritë në trupin dhe shpirtin e dikujt, ose bie e kalbet në tokën e harresës. Prandaj, sot e pyesim veten, apo e bëj jetën time të dobishme, apo e shndroj kohën time në vepër, apo e shndroj pasurinë time në mirësi, apo e shndroj dhimbjen time në durim? Pra, fillimi ynë është i thjeshtë, por mundësia jonë është e madhe. Fillimi ynë është trup, por fundi ynë është afërsi me Allahun. Dhe kush i përgjigjet lutjes së Allahut dhe të dërguarit, i përgjigjet thirrjes që i jep njeriut jetë të vërtet, jetë me qëllim, jetë me dritë dhe me moral. Por si arrihet kjo afërsi? Me sakrificë, me dhënien e vetës, me heqje dorë nga egoja. Allahu përmend njerëz që e japin që e japin veten për të kërkuar kënaqësinë e tij. Kjo është sakrifica më e lartë. Jo të humbësh veten, por ta gjesh veten tek Allahu. Sakrifica për Allahun s'është vetëm në fjalë, është në detaje të përditshme. Të sakrifikosh një orë gjumë për namazin e sabahut, të sakrifikosh një shpenzim luksi për një dorë që ka nevojë, të sakrifikosh një fjalë të ashpër për një fjalë të butë, të sakrifikosh urrëtitjen për falje. Pra, në qoftë se futesh në detaje, ti gjen plot mundësi për të bërë sakrifica. Ndërsa kush nuk sakrifikon për Allahun, prap do të largohet nga kjo botë. Por largimi i tij mund të jetë i varfër. Pra, i varfër nga kuptimi.
Shpesh shohim njerëz që jetuan vetëm për famë e për pasuri, dhe në fund u mbetet vetëm frika. Shpesh shohim njerëz që u ngjiten lart me dhunë dhe në fund u rrëzuan në turp. Shpesh shohim njerëz me pushtet që në pleqëri u bë jeta më e rëndë se vdekja. Kjo ndodh kur njeriu e ndërton jetën mbi diçka që s'ka rronjë, që është e rreme. Ndryshe është ai që e mposht veten për Allahun. Ai vdes para se të vi vdekja. Pra vdes në thonjza. E mposht egon para se të mposht varri. Pra kjo është sakrifica. Edhe kjo sakrificë të sublimon. Pra vëllezër e motra, këtu është pika e kthesës. Sakrifica për Allahun fillon me të drejtat e njerëzve, sepse rruga drejt Allahut kalon në përsjelljen ndaj krijesave të tij, ndaj robërve të Allahut. Islami na e ka bërë shumë të qartë. Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë, dhënien e të drejtave të afërmve dhe ndalon shturjen, të keqen dhe padrejtësinë. Pra nuk ka sakrificë të pranuar nëse unë shkel hakun e tjetrit. Prandaj le ta fillojmë aty ku sprova është më e vështirë, në familje. Burri le ta jap hakun e gruas, respekt, butësi, përgjegjësi, siguri, fjalë të mira, dhe gruaja le ta jap hakun e burrit, bashkëpunim, besnikëri, kujdes. Edhe kështu prindërit ndaj fëmijëve, fëmijët ndaj prindërve, dhe e gjithë shoqëria duhet të veprojë në këtë mënyrë. E kemi pra një fjalë shumë të madhe nga Suneti. Më i miri prej jush është ai që është më i miri ndaj familjes së tij. Edhe jashtë kësaj xhamie do ta gjeni këtë thënie të jashtëzakonshme të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse je i butë me të huajt, por je ashpër me familjen, atëherë sakrifica jote është ende e papjekur. Nëse agjeron ditën, por e helmon iftarin me fjalë, atëherë sakrifica jote s'ka arritur qëllimin. Ja pse Ramazani na mësoi 2 lloje sakrificash. I pari, sakrifica e trupit, uria dhe etja për hir të Allahut. Agjërimi u bë obligim që të bëhemi të druajtur ndaj Allahut. Dhe i dyti, sakrifica e pasurisë, pra sadaka dhe ndihma ndaj të dobëtve. Dhe Fitr Bajrami e përmbyll këtë me një detyrim të veçantë, që është sadakaja e fitrit. Pra në këtë mënyrë muaji i Ramazanit na solli të dyja këto sakrifica. Prandaj sot në këtë ditë të bekuar, le ta bëjmë një vendim të thjeshtë. Unë do të sakrifikoj diçka për Allahun çdo ditë. Jo patjetër diçka të madhe. 1 minutë për dhikr, pra për ta përkujtuar Allahun, një telefonat për nënën, një mesazh pajtimi për vëllain. Kështu, në qoftë se dëshiron ta synosh pëlqimin e Allahut, ty në mënyrë të vetëtishme dalin kaq shumë dritare për të bërë sakrifica, dhe nga ato sakrifica natyrisht do të gëzohesh. Dhe në fund le të kthehemi te ideja që e mban gjithë këtë fjalim. Gjithçka që nuk jepet për Allahun, një ditë humbet. Koha ikën, rinia ikën, pasuria ikën, gjithçka ikën. Por ajo pra që ne bëjmë për hir të Allahut, ajo shkon përpara. Kështu fituesi është ai që bën diçka për hir të Allahut. Prandaj o Allah, le të lutemi që na e prano agjërimin, na e prano namazin, na e prano Kur'anin që lexuam, na prano lotin që derdhëm, na prano sadakan që dham. O Allah, na fal dhe na mëshiro. Shëro të sëmurët, furnizo të varfrit, gëzo jetimet, pajto zemrat tona. Dhe e fundit, por siç na këshilloi Hazret Kalifi i 5 i Xhamatit Musliman Ahmedia, Allahu e ndihmoft fuqimisht gjatë këtij Ramazani, sot lutja jonë më e rëndësishme duhet të jetë për umetin. O Allah, ndihmoje umetin musliman të bashkohet, të bëhet një kundër çdo force të së keqes, të mos bëhet zar në përduart e armikut. Po e mbyll këtë fjalim me një lutje të themelusit të xhamatit ton. Allahumma aslih ummata Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma anzil alayna barakati Muhammadin, wa salli ala Muhammadin, wa barik wa sallim. O Allah, përmirëso umetin e Muhammedit. O Allah, mëshiro umetin e Muhammedit. O Allah,
lësho mbi ne bekimet e Muhamedit, lartësoje Muhamedin, bekoje dhe dërgoji paqe atij. Amin. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.